Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit nga Unë Handicap Gjiu, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi i ditës dhe ju. Sot jemi dhe mërkurë dhe shkon 14 janar për vitin 2026. Si çdo mëngjes, do të kemi mundësi që të jemi me programin me rubrikat e përditshme, titulli kryesor të gazetave, komunikimi së bashku për temën e ditës e jo vetëm, mediat online, çfarë shkruajnë në shtypin e ditës si sot. 33 vite më parë, parashikimi i modit, parashikimi i yjeve, lëvizja automjeteve për trafiku me shumë interes, një sër rubrikash edhe mbi gjitha, gjatë ditës sotme pak a shumë, siç e bëra me dije dhe ditën e djeshme për bonusin apo kompensimin mujor të pensioneve do të kemi mundësi që të diskutojmë dhe jo thjesht të diskutojmë, por do të jetë edhe eksperti për pensionin e zoti Kujtim Hoxha që do të ndihmojë jashtëzakonisht, kështu që gjitha pyetjet që keni, telefononi, bëni pjesë e programit, le të themi me video call me opsionin me zë dhe me figurë për t'i bërë pyetje drejt për drejta ekspert. Besoj do të kemi mundësi që të kemi më shumë kohë dhe hapësirë diçka pas orës 8 mëngjesit me zotin Hoxha, sepse për vërtetës me këtë kompensim mujor të pensioneve ka shumë paqartësi, sepse shpesh po na pyesin në mëngjes, edhe pak nejsi, sepse është pjesa e le të themi tavaneve që është vendosur për çdo kategori. Mirë, përpara se të nisim pasojë shtypit me gazetën Panorama, shumë pak së bashku, shumë shkurtimisht çfarë pritet të ndodhë gjatë ditës sotme. Gjatë ditës sotme, duke nisur nga ora 11, mbrojtësit ligjor të ish presidentit të Republikës, avokati i tij, le të themi kryesor Kujtim Cakrani, por dhe avokat Gylsen Zhlima, do të zhvillojë një konferencë për mediat, sipas tyre shumë të rëndësishme, ku sërish sipas tyre do të bëjnë publike prova me interes për opinionin edhe për qytetarët. Presidenti i Partisë së Lirisë edhe ish presidenti i Republikës Ilir Meta ndodhet i arrestuar që prej tetorit të vitit 2024. Sot duke nisur nga ora 9 e mëngjesit do të zhvillohet seanca për çështjen e Gërdecit, masakrin e Gërdecit. SPAK, pra struktura e posaçme antikorrupsion, depozitoi provat e fundit shkresore në procesin ndaj ministrit të mbrojtjes së asaj kohe Fatmir Mediu. Ndërkohë prokuroria e posaçme rezervoi të drejtën për të pyetur dëshmitaren Anjola Golli, ish sekretaren e ish ministrit Aldo Bumçi. Seanca zhvillohet rreth orës 9, paktën ky është orari i nisjes.